Mirdita. Si jeni? Влага, болест, сиромаштија, кирија, мака, наспроти една самохрана мајка. Анифе Мурати од Куманово живее со своите две деца, 11-годишната Леница и 10-годишниот Енеидин. Unë e 5 vjetë kam duru shumë edhe mos kam mujtën derisa edhe ka tentuar, do me thonë dur në fyt, mi ka pnu burria. Me mytën po e kam shti, e kam lutë Zotin, ma dha një forcat natë. Thash veç për atër qytetinëve fëmijëve, Zot pështon. Këto i kanë pa krejt që të merë. Кога конечно собрала храброст да побегне, заминала само со една чанта и со децата. Fillim kur ka marrë se unë veç me çanta në dorë jam kanë. Të me thonë edhe fëmijët e mi, ç'është jemi kanë. Господја Анифе доскоро работела, но поради здравствени проблеми, таа била принудена да ја остави работата. Zara është një grup, vetë nanë, vetë babë më konë, pa mbështetjen e kërkojna. Qiraja është më e keqe. Se 18.000 dinar, rrogë, 100 euro qiraja, kënina rrima, ja hargjimet, ja hargje. Lodhët njëri, pse i kështë. Edhe shëndeti nuk ka të mbo, me unaza problem kam, ma shumë hapa që hapat një plati kam ma që. Natën e Bajramit kam raqë të shkaku i gjakderdhjes. Анифе, жена борец, од хуманите луѓе бара поддршка за да обезбеди покрив над главата. Një kisha lutë gjithë, kush sa ka mundësi, bërë për hatrit fëmijëve. Për atër fëmijëve të në nimojnë, edhe kush do që në ka gjinë tëri tash, Allah i kur mos i lasht keqë. Kisha pas qef një banese jonja më kanën, që mos të baj gajlën, a e kam qirajën sot me pagujt, a nuk e kam. Që ta ne kam ma shumë. Edhe gjithë i kisha lutën, në më thonë, kush mundet, na i siguroj një kolë për mi kry. Најмногу ја трогнува синот Енеид, кој секоја вечер се моли за дом, а има и сон, кога ќе порасне да отвори ресторан за оние кои немаат што да јадат. Djalit që shkon vjet për vjet në Ramazan, në teravija, dhe thot, mami, unë e po lutna, veç një kull për mi kryje ta kena, edhe ma mos djena që qështë. Dhe ajo mu shumë më dhamë kër e një atë fjallë. Edhe veç i kom thonën, mami t'isha dhe Zotit ta placan dëshiren. E tha, mami, unë kur të rritna, kam qef, tha, me më rrinjë shumë, tha, e me qenë një restoran. E tha, kush nuk ka me ongër bukë, tha, unë e mi dhanë. Ditën e mirë, faleminderit shumë. Ditën e mirë dhe juve që na keni vizitu, Zoti ju shpërbleft.